Përshëndetje, nga receta nenës. Na po sa dolëm në këtë livat duke mbledh lule radhiqe për mi ba mjalt. Unë e kom përgadit këto edhe para 7 vjetë dhe shumë u kanë mirë, edhe kjo mjalt shkon ma shumë për ata që janë kohën prej frimarrjes, për mushkëri, edhe për shumë smundje tjera. Na shkojmë duke mbledh kështu, edhe duke i qitë në këtë shport. Tash i mbledhim këtu. Normal që du të me konë shumë pastër veri ku i mbledhni. Na i na dalë këtë livat, i pashkelu na, shumë i pastër. Edhe këm lullet radhiqe, edhe i marrim i pastrojna mirë dhe i qesim në një tenxhere. Për këto lule radhiqe na jem duke qitë 600 ujë, edhe ja dham në valë, mi shpëret. Nëse vetë sa mor në valë, na i largojmë nga zjarri. I kullojmë lullet radhiqe. Na vetëm në valë ja dham. Na tashina duke përgadit mjaltin nga lullet radhiqe. Na ju të regum që ky mjalt mas shumë të shërben për mushkëri edhe frimarrje. Këta 600 ujë dhe më thanë, që e zim lulën radhiqe, i qesim edhe 500 gram sheqer. Kjo është langi i lulës radhiqe që e përgatitëm ju pa procedurën. Shkojna me limon. Limon e qesim një limon sepse arsyeja është që mos mund ngurtëso sepse i qesim sheqer gati sa ujë që ka. Të janë 600 ml ujë edhe shkoj me 500 gram sheqer. Ja bojna një përzije edhe lam në lu, sepse s'ka nevoj një përzije që hash, dhe shkon duke u zi. Na tashti gati është në përfundim që jem duke zi mjaltin e radhiqes, lulës radhiqe, dhe shkojmë duke ja hekit shkumën kështu. Normal që kjo është gati kur rrin një ven edhe nuk lëviz këta. Na tashti qesim një pjatë dhe provojna. Ja pra tash mjalta që kena përgadit nga lulja radhiqe. Ju pa procedurën, faleminderit për shikimin e kësaj video, na bani like dhe subscribe.